Mirë se erdhët në këtë hapësirë, jam me Liza Gjikën për parashikimin e yjeve për muajin tetor, një muaj ekuilibrues, më tha Liza, por do të zbulojmë detajet të tjera të panoramës astrologjike për secilin zodiak. Mirë se erdhët, dashur Liza. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Sot kemi një hapësirë pak më ndryshe, do t'i lëmë hapësirë dhe kohë teleshikuesve për të telefonuar në lidhje me çdo lloj pyetje që kanë për shenjën e tyre, kombinimet, ecurit, financat, këto ndarjet sektorët me radhë, do ta lëm pak më vonë, kështu që përgatituni, bëuni gati. Për pyetjen tuaj, mirë mendoheni, pyetja juaj vjen direkt këtu në studio dhe Liza do t'ju japi shpjegimi përkatës. Fillimisht bëjmë një përmbledhje të muajit tetor. Po, muaji tetor është muaj balancave, ndaj të vendosë në mes. Qa ka bërë deri tani e mbajmë, qa s'ka bërë edhe poshtë. I shikojmë gjërat pak më kritike. Peshorja është një muaj harmonik, na jep më tepër harmoni, na jep më tepër zgjidhje, t'i kapim gjërat më qetë, më bukur, na qetëson se nga vera erdhëm nga vruli i fillimit të vjeshtës dhe ndryshimi shtatorit ishte pak ja përdarë, do me thënë ku si priti angth, tani çdo gjë merr vendin e vet. Dhe t'jep një harmoni dhe fillon me detyra të reja, ndaj dhe zhvendosën në mes për t'i harmonizuar gjërat. Është një muaj shumë i bukur. Lumë ata që kanë lindur në këtë muaj. Po, dhe t'i vësh veshin, janë diellor, janë shumë të qeshur, janë shumë të bukur, flasin mirë, janë gjithë një paqe, tolerojnë shumë, më quhen harmoniko. Do të marrim nga këta njerëz diçka. Ekuilibrojnë pa tjetër emocionale dhe raportet me të tjerët. Pa tjetër. Dhe kështu që janë me shumë shans ata që kanë lindë në këtë muaj, jo që ky muaj vjen pak më dinamik, i jep disa prioritete, disa shenjave, duhet të ndasha shumë të numri 7, si numerologe që jam e detyruar të t'jap dhe këto. Pa tjetër. Numri 7 nuk është vetëm numri 7 safi, po vjen dhe nga 16, vjen dhe nga 25, dhe më dhe këta janë më mirë, si në anë financiare, po njëkohësisht edhe nga ana sentimentale. Mund të gjejnë terin e dur, personin e dur, ajo mund të jetë në vazhdimsi, nuk të jenë afat shkurtra, dhe më ky muaj jep diçka më konkrete, më të bukur, më të qartë gjërat, sepse ke pasur kohë t'i analizosh, ose ke pasur me dy mendje, erdhi momenti... Ata që kanë këto numrat, 25 numrin e datën e lindjes, apo 16. Të gjithë muajt, të gjithë personat, në çdo lloj muaji që kanë lindur, kanë shans, patjetër, nuk është vetëm tek peshorja. Veçanti peshorja, po të gjithë personat, të çdo lloj muaji që kanë lindur, kanë këto data, dhe këto janë primare për ta. Plus atyre, tjetra, se ka tjetër tani këtu, kemi dhe personat duke llogaritur vitin i cili gjithë një pulson në çfarë do lloj viti që t'jemi. Tani jemi te viti 9, domethënë që mbyllet me 9, 2025 është një 9. Janë të privilegjuar personat që kanë lindur në datën 5, ose përfundon datë, muaj, vit 5. Janë personat që fillojnë 8 dhe mbarojnë, ose mbarojnë me 8 në fund. Këta janë në mënyrë harmonike, sepse jemi pikërisht te pika ku këto gjëra harmonizohen. Dhe janë dhe persona që kanë lindur o në datën 9, ose përfundojnë me 9 në fund. Dali me 2 shifrore, kthej me 1 shifror. Nuk e di nëse më kuptoni, e dëgjoni me vëmendje, mendoj se sqaroj qartë për këtë gjë. Këto janë baza, thot dikush çfarë fati kam unë. Fatin e mbart me vete, ke këtu. Ke datëlindjen tënde, muajin dhe vitin, ai është fati jot. Detyrimisht ti do udhëheqesh nga ato, nga këta lloj numrash. Dhe aq më tepër që jemi pikërisht te peshorja. Peshorja është një shenjë zodiakale nga më të bukurat, nga më të mirat, ndaj dhe tham dhe përsërita disa herë, që kemi vendosur në mes. Është shumë ekuilibruar në të gjitha aspektet. Këtu ndreqim dhe gabimet e gjatë kohës që kemi bërë këto 6 muaj. Derisa do vijë 21 marsi për shembull për të ndrequr gabimet e tjera. Domethënë kemi kohë. Kemi kohë për të shtruar këto gjëra. E nisëm me peshore me qëse shi muaj të vetë, gjithmonë për pikërisht. Ta përmbledhur. Dhe peshorja do jetë shumë mirë, unë doja të caktoja veç këtyre që tham tani dhe ato që do themi për shenjat zodiakale, doja të ndasha një çik ato që janë më lartë në veprimet e këtij muaji. Atëherë më lartë është binjakët. Shenja e ajrit në trekëndshën e tyre. Është shumë mirë, i jep mënyrën e komunikimit në mënyrë të mrekullueshme, mund të ketë një fat, quhet, një sekond të fatit që mund të shfrytëzohet nga shkatësia dhe shpejtësia që kanë, mund të marrë një pozicion të shkëlqyer, rastësia, por ai shfat. Rastësia mund ta çojë aty. Rastësia mund ta çojë te parat.
Rastësia mund t'i jap një shans të mrekullueshëm për të vendosur për jetën e vet. Domethënë, binjakët janë shumë të favorizuar në muajin binjakët tetor. në këtë muaj janë shumë të favorizuar. Nuk përjashtojmë ujorin, absolutisht, e kupton? Por jo më tepër kemi binjakët se është pjesa e parë, sepse janë fortuna, futen te fortuna. Atëre, kur këta futen te fortuna, i bëjmë veprimet shumë të shpejta dhe IQ-n e kanë pak më të lartë, kuptohet, dhe shfrytëzojnë momentet, nuk ngecen. Peshorja po njëkohësisht është në vendin e vet dhe në pozicionin e vet që ka pikat më të mira. Është e favorizuar nga vetë natyra, apo vetë vendi, apo vetë koha që ka sjellë në vendin e vet. Kurse te ujori është pak i penguar, mund të jetë i mendshëm për të parë gjërat më lart, por është i nënveshëm dhe i merr gjërat ngadalë. Nuk mund të shfrytëzojë dot mundësitë e momentit. Nuk është më i shkathët se sa binjaku. Nuk është më i shkathët. E kupton, do një shtys. Kurse binjakët s'ka nevojë për shtysa. Ata marrin me vete turmën, ecin, janë të fortë. E kupton, iku. Atëre, kemi luanin. Që është prapë i favorizuar. Po, ngrëm domethënë pikat, këta lloj, kemi luanin që është shumë i favorizuar. Një loj fati, një bingo, një trashëgimni, një diçka nga rastësia. Janë menjëherë të shfrytëzuar, ose të mirëpritur të fatit të tyre. Domethënë kanë hapësira të mrekullueshme. Nëse nuk e kanë tani në këtë pozicion, deri në fund të peshores, këta do jenë të favorizuar. Shenja të cilat duhet të kenë kujdes për muajin tetor? Unë do flas të mirat njerë, pas e do të mund. Okej, se do t'i marrim dhe me radhë nga dashi deri në fund. Do jap këto më të mirat. Atëre, këto më të mirat që kanë, ata që kanë maninë e tyre parave, vendeve të punës, të liderit e çan këto, është binjakët, është luani, na vjen akrepi, na vjen peshorja që jemi në vend dhe pa diskutuar fare që është kreu i të gjithave. Pastaj kemi dhe shëgjetarin. Më kupton? Pjesët e tjera i marrin gjërat më shtruar, jo se janë keq, unë nuk mund t'jap dot gjërat këqija, se ne kemi agenda të ndërtuar. Nëse janë do t'i themi, por janë më pak të favorizuar. Por ne varet se si e ndërtojmë. Dhe në fundit sot jemi ndërgjegjësuar dhe ne shikojmë rrezikun më përpara, nuk është se nuk e shikojmë. Atëherë kemi dashin që kanë filluar me nisma të reja, detyra të reja, shoqëri të re, misi të re, ndoshta edhe ndonjë zgjedhje e re, domethënë në drejtimin anës sentimentale. Shikojmë që ecin shumë bukur dhe me perspektivë. Dashi është gjithnjë me perspektivë, me grup të zgjeruar dhe shoqëri të zgjeruar. Jemi në pikat mira, por në mënyrë të shtruar. Nuk kemi ato, domethënë, ankthim, siç e ka dashi gjithmonë. Kështu që ndodhet në pozicion shumë të mirë. Pastaj futemi te Demi. Demi ka rënë pak më në qetësi, mund të ketë pak zhurmë apo pak bujë në disa gjëra që e ka thyer brenda për brenda, nuk ndihet mirë, ka bërë dhe disa shpenzime të tepërta, sepse ju është dukur që kam gjithë botën, dhe kjo e ka ngushtuar në vetvete. Ka për të marrë hapa përpara, por pak më të ngadalshme dhe me mendje më në kokë, sepse tham që jemi te peshorja. Dhe peshorja e jep një ekuilibër, aty ku i dha shtatori ato nxitimet, rrullet e mëdha. Këtu fillojmë ekuilibrin. Domethënë ku jam, ç'a bëj, jam këtu. Dhe fillojmë të ecin marrim situatën në kontroll. Patjetër. Siç tham për binjakët janë katapult, shfrytëzojnë momentin, shansin, çastin, fatin. Domethënë janë klik, çak, e kapin këtë moment. Kështu që do doja në këtë kohë isha Ti ishe një binjak. Megjithëse jam shëgjetar dhe nuk... Që ti besosh rastësisë edhe të... Ti besoj rastësisë. Megjithëse jam dhe shëgjetar dhe prap kam patë, se jam ballë për ballë me binjakët në këtë pozicion. Atëherë... Nga Demi të binjakët thamë që ishin favorizuar? Pikërisht, futemi te Gaforia. Gaforia është në pritje në ankth problemet e stomakut, në ankthet që ka. Por, do i vi një përgjigje shumë e bukur. Kemi ngritje në detyrë, rritje rroge, pozicione shtëpie, plane më të gjëra, i ka pak më të ngadalta, sepse gaforët gjithnjë janë me protokolle. Do të dëgjojnë shumë fjalë, shumë thashë theme, shumë gjëra. Mos i vëveshin këtyre gjëra. Çash nis për të bërë do bëhet dhe do të vi. Mbaroj ky film. Mos e kalo energjinë tënde në anë të kundër, sepse të dobëson dhe të smur nga stomaku. Mblidheni mendjen ju gaforët. E kemi thënë dhe herë tjetër në fakt për të pjesën. Po, janë të ndjeshme dhe atë kanë pjesën më delikate. E kupton çfarë do lloj gjëje që të thuhet, këto ndikojnë shumë. Vriten shumë në vetvete, po humbasin shumë energji. Është më mirë të vënë kufje ose të shikojnë punën e tyre, mos t'i japin shumë rëndësi këtyre gjërave. Siç thamë për Luanin që është në pjedestal, është shumë mirë dhe ta shfrytëzojnë momentet e caktuara. Zakonisht luanët janë shumë të prirur ose varësi nga lojrat e fatit,
kjo është një mundësi shumë e madhe, nuk do të jepja këshill, po kanë dhe ndjesit. Si ta shikoni dhe si ta ndjeni, nuk jam unë regulatori juaj. Unë jam një dëftues që u tregoj, por kjo është një mundësi shumë e artë për ju. Si janë pozicionuar planetët për shenjën tuaj? Është një mundësi shumë e artë për luanët. Në të gjitha pozicionet, si në loret e fatit, pozicioni punës që ata shfrytëzojnë me njerë, kanë kohë që kanë bërë plane, dhe u ka shkarë situata, ky është një moment që këta janë më të shkathët për të vënë pikën mbi. E këmë për të kapur atë lloj pozicioni. Dhe o ecën, domethënë, kanë një mundësi. Era e ngrohtë, fryma, energjia, i sjell këta në kohën e dur, në momentin e dur. Kalojmë tek Virgjëreshën? Kemi Virgjëreshën. Virgjëresha i kishte pjesët më të mira të vetes saj, ju se i mungojnë akoma. Kemi prioritete shumë të mira. Prioriteti më i mirë i Virgjëreshës mund të jetë në anën sentimentale, në zgjedhjen e saj që mund të bëjë disa gjëra, ato që si ka bërë. Virgjëresha do të jetë shumë e kujdesshme në fjalën, fjala është art. Atë që kemi thënë populli, gjua kocka s'ka dhe kocka thyen, Virgjëresha nxiton shpeshherë. Zakonisht kur bën analizën Virgjëresha, dhe sidomos tani këtë periudhë, e bën analizën vetëm për vete, nuk e merr parasysh tjetrin. Këto janë gabimet që e lëndon pa e ditur dhe tjetri nuk flet dhe vazhdon një vargan, domethënë i fryrë me gjëra, me dhimbje, e ndjen më vonë nga mbrapa një diçka të tillë që po ndodh. Do ta anashkaloj me mënyrat e veta kapërcimtare. Themi që në pozicionin e punës që kam pritur nuk mund të arrin dot atje, jo se nuk kanë fat, por është më e përshtatshme aty ku je. Domethënë ai vend që ti je ka shumë nevojë, edhe vendi, edhe ti. Se të duhet akoma kohë. S'është ora për të zgjedhur, për të ngritur, për të lëvizur, për të bërë veprime. Sidomos te pozicionet e punës. Nga ana sentimentale do i gjejnë gjuhën. Kalojmë, po. Siç e tham tani që te peshorja jemi në muajin e vet dhe peshorja siç tham që shkëlqen në të gjitha anët. Po futëm edhe akrepin që shkëlqen në pozicionet e veta, me gjëra shumë të mira, po mund të ketë edhe udhëtime dhe një lidhje që e ka zvaritur disa kohë. Jo se nuk ka dashur, po nuk ka ardhur koha, s'ka ardhur momenti. Akrepët janë pak të lidhur me familjen e vetë, duhet të marrë miratimin e të gjithëve atyre për të marrë hapat e veta, sepse mamaja bën ligjin. Po kanë lidhje të fortë, këtë një thoder tjetër me nënën. Por që shikojmë që këto sikur puzzlet ndërtohen dhe ndërtohet ajo figura e bukur, që në mendje i vjen që duhet jetë familja ngrohtë ku ta di unë. Siç thamë për shigjetari që i shfrytëzon në momentin dhe mund të ketë karrierë, famë, para, pozicione pune, kërkesa, oferta, këto janë gjëra shumë të mira që i vinë. Se i ka përgjëm në këto forma. Kemi Briciapin, që kërkon të eci në fakt, me shumë mundim, ka pasur pengesa, gjatë gjithë kohës ka pasur pengesa, i ka përgjyer, misia shoqëria që këta ndërtojnë për ta bërë, i ka ndihmuar jashtëmase. Problemi kryesor i Briciapit për momentin është familja brenda. Domethënë nuk kanë gjetur gjuhën, ose pengohen, ose përtypen, nuk i thonë gjërat siç është. Nuk duan të lëndojnë të tjerët, nuk gjenë fjalën për ta thënë se janë shumë të nervozuar. Rëndësi ka që e ka logjikën që po ta thotë, do ta thotë gabim dhe nuk ndihet fare. Domethënë pret kohën. Pret kohën. Periudha e peshores i jep këtyre shenjave të forta të tokës që të maten në të folur edhe në të vepruar. Dhe kjo është një anë shumë e mirë. Mund të kemi negociata, mund të kemi anën sociale, ta kemi pak më të zgjeruar, mund të takoj mirë shumë të rëndësishëm për punët tona në të ardhmen. Kjo është një benefit për Briciapët tani, për tani. Futemi te ujori, si shtam, që është në trekëndshin e ajrit, por përfiton pak më ngadalë dhe pak më shtruar për më gjatë. Kush ka ndonjë që pret për dokumenta njërën tjetër, ose gjyqe, ky është muaj i gjyqeve. Zakonisht, proceseve të tilla ligjore, gjyqësore, të cilat kanë qenë të zvaritura, mund edhe të marrin fund, ose fillojnë me mbarësi, nuk janë më të zvaritura, do jenë me afatet më të shkurtuara tani edhe më të shpejta. Edhe nëse nga ujorët kanë gjëra të tilla, them që përfitojnë diçka, nuk them që të gjithë ujorët, edhe si shtam që më të privilegjuar do jenë ata që kanë lindë apo kanë përfundimin 8, 5,
7 në të gjithë muajt, këto do jenë më të privilegjuar për punërat e tyre, qoftë prodhime, qoftë master, qoftë në anët gjyqësore, qoftë një raport që nuk ka qenë fort i mirë, fillojnë të stabilizohen. Domethënë kemi dhe ujorin në një forcim më të stabilizuar, me këmbën në tokë, duke i parë gjërat më shtruar, në fakt se ka kohë, është më i ngjeshëm këtë veprim. Pavarësisht që peshorja e ndihmon të shën 3 këndçin e vet, po i merr gjërat më shtruar. Aty futemi tek shenja e peshqive. Nuk e di nëse kemi haruar në një, se ham kritikë. I kemi thënë të gjitha. I kemi thënë tëra, jemi në rregull. Na thoni. Po se nisëm me peshoren, ne, për t'i dhënë më tepër peshq se është muaji vet. Po, harojmë, por që edhe ikën mendjesh fundit. Jemi në rregull, jemi tek peshqit. Kemi peshqit. Peshqit janë pak të ndërlikuar, sepse kanë qenë dhe këto eklipset që e kanë çoroditur pak gjendjen, jo shumë të përqendruar. Shenja e peshores, siç thash, i jep pak stabilitet, por akoma këta ruajnë brenda vetes tyre pak nervozizëm. Do duhet deri nga fundi për të shliruar nga ky lloj nervozizmi. Ndodhem në një situatë jo fort të mirë. Ndoshta kam mbi ngarkesë dhe nuk e përballojnë dot mbi ngarkesën. Është një periudhë që ankohen shumë edhe qajnë fort, domethënë kanë shumë lot. Mos derni lot, se i keni lot shumë të bukur, u bëjnë syt akoma dhe më të bukur. Kush ndjek lodhen nga ngarkesa, nga situatat e akumuluara. Po, domethënë i qajnë hallin vetes më tepër duke qarë atë, sepse kalon gjithë një në dhimbje dhe nuk rikuperojnë dot shpejt, nuk kanë atë aftësinë e rikuperimit shpejt më shpejt. Por e bëjnë pak më të ngadalshme dhe kështu që ata kanë shumë derte, kanë shumë halle, kanë shumë probleme dhe lotohen. Me të drejtë, se u dhëm, kuptohet. Por mundoni ta merrni veten mirë. Ata që vazhdojnë një shkollë, apo një master, apo diçka, janë në rrugë të mirë. Mos keni ata ankthin, se peshqit zakonisht janë pak të tërhequr, pak të trembur, të pasigurt, ndjen pasiguri. Peshorja them që do t'u japi atë maturin për të ecur më me hapa të sigurta, për t'u ekuilibruar. Nëse ju diskutoni të kaluarën, prijeni në mes, mbaroj kjo. Fillojmë një jetë të re. Shikoni sa bukur vjen jeta, sa bukur ndërtohen gjërat. Ju duhet pak relaks edhe pak pushim. Ose një dialog brenda në shtëpi, se problemi ka qenë edhe familja pak e ndërlikuar, ndoshta nga xhelozia, ndoshta nga keqkuptimet dhe shumë arsye të tjera. Po këtu kemi takime me shoqëri të hapur, të zgjeruar, kemi kontrata për të bërë, të cilat do t'japin prioritet shumë më të mira. Ata që mbarojnë për artista do të shkëlqejnë, do jenë yje. Kështu që kemi gjëra shumë më të bukura për peshqit. Prandaj mbani ekuilibër. Peshorja ndaj vjen për të na ekuilibruar dhe për të ndarë brenda në mendjen tonë se çfarë duhet të bëjmë. Nuk duhet të rëmbeni, se kanë një veti shumë të madhe që besojnë shumë te cili do. Kujdes, sugjero me një tjetër që ti ke besim, që të jap një udhëzim shumë të mirë, mendoj unë. Qartë. Mirë, Liza, ne do të shkëputemi për pak publicitet, do të mirëpresim më pas telefonata, të shohim dhe në ç'fokus do të jenë telefonatat tona sot, ku do të orientohen ato. Dhe më pas Liza do t'ju japi përgjigjen e duhur. Pas publicitetit na telefononi.